Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotërinj. Sot pranë jush do të sjell një rrëfim, një histori që në fakt kur flasim për nënën, lotët na rrjedhin. Kur flasim për nënën, ndoshta nuk i gjejmë fjalët e duhura që duam t'i themi për nënën dhe nuk dim fjalë se si mund ta përshkruajmë zemrën, trishtimin që nëna, kur përmendet fjala nëna krijohet. Do them trishtim sepse në ditët ku ne jetojmë shumë fëmijë shkaku i marrëdhënieve me gratë, shkaku i jetës, distanca e jetës i kanë bërë që të largohen nga nëna, të largohen nga ndjesia e familjes dhe të jetuarit vetëm ndoshta dhe i ndryshojnë. Historia që do të sjell sot pikërisht flet për nënën, për gjën më të shenjtë që ne kemi në jetë, gjën më të bukur që në fakt ne kemi në jetë. Historia fillon kështu. Askush nuk të përgatit për ditën kur fillon ta kuptosh nënën tënde. Jo si nën, por fillon ta kuptosh në fakt si një njeri. Kur isha fëmijë mendoja se nëna ime ishte fortë, se ajo nuk qante kur, se ajo ishte njeriu më i bekuar në këtë botë. Mendoja se në fakt ajo nuk lodhej, sepse gjithmonë zgjohej para nesh edhe ishte më e fuqishmja prej nesh. Mendoja se nëna jon, nëna ime nuk kishte ëndra, sepse kur nuk foli për ato ëndra, i mbajti të gjitha brenda vetes së saj. Por në fakt unë gabohesha jashtëzakonisht shumë. Nëna ime zgjohej çdo mëngjes para diellit, jo sepse i pëlqente mëngjesi, jo sepse ajo dëshironte me pafund që të zgjohej, por sepse donte që ne të zgjohemi në një shtëpi ku në fakt gjithçka është gati. Realisht kjo është dëshira e një nënës, kur fëmijët zgjohen, çdo gjë është e përgatitur, mëngjesi është gati, rrobat për në shkollë janë gati, çantat e shkollës janë gati. Ajo pinte kafen të ftohtë, hante kur të tjerët në fakt e mbaronin ushqimin, vishte rrobat e fundit që mbeteshin dhe kur nuk tha që unë jam e lodhur apo jam e mërzitur, gjithmonë më thonte që unë kam fuqinë që të bëj gjithçka, kam fuqinë që të veproj në gjithçka. E mbaj mend zërin e saj kur më thriste në mëngjes. Gjithmonë ishte një zë i butë, edhe kur ishte e smur, edhe kur nuk ishte fjetur fare. Askush nuk e pyeste nënën se si e sot, por gjithmonë ajo ishte ajo që pyeste se si jeni, a keni fjetur, a keni ngrënë, a keni pirë, si ka vajtur dita juaj. Sepse nëna gjithmonë duhej që të ishte mirë, nëna gjithmonë duhej që të ishte e lumtur, të paktën për syrin ton. Kur u rrita pak, fillova të mendoj se ajo nuk më kuptonte, se ishte strikte, se ishte e vjetër në mendime, se nuk më linte të bëja gjithçka që unë doja. Me thënë, mendoja që nëna ime është një grua e prapambetur, le ta themi. Nuk e kuptoja që ajo kishte frikë për mua më shumë se sa për veten e saj. Çdo mos shko, çdo kujdes, çdo veshje mirë ishte dashuri e maskuar si frikë. Një ditë e pash nënën time duke qarë fshehurazi, ajo në fakt nuk e dinte që unë isha aty. Ajo i fshiu lotët shpejt dhe buzëqeshi sapo mua më pa. Në atë moment të kuptova që nëna ime kishte qarë gjithmonë. Vetëm jo para nesh, por atë gjë kishte bërë fshehurazi. Ajo sakrifikoi ëndrat e saj që ne të kishim të tonat. Hoqi dorë nga vetja, që ne të mos ndiheshim kur të vetëm. Nëna ime ishte banka ime, ishte psikologja ime, mjekja ime dhe në këtë mes ishte edhe mbrojtja ime. Pa marrë asnjë gjë në këmbim, pa marrë asnjë gjë si dhurat, le ta themi nga ne.
Dhe ja e vërteta që askush nuk na e thot, dhe nuk kam dëgjuar ndonjëherë që një fëmijë ta thot. Nëna nuk ka superfuqi, ajo thjesht zgjedh të jetë e fortë edhe kur nuk është. Sot unë jam martuar, kam ndërtuar jetën time. Gruas time i pengon nëna ime, ndonjëherë ndihet e shqetësuar për mënyrën se si ajo flet, për mënyrën se si ajo përgjigjet, për mënyrën se si ajo i shikon gjërat dhe se sa unë i dhimbse mas saj. Por për gruan time është e tepërt, sepse nuk mund ta duron dot. Sot kur i shoh rrudhat e saj në fytyrë, i shoh duart e lodhura. I shoh sytë që ende më ndjekin sa herë që dal nga dera. Dhe pyes veten, sa herë unë i thash ti me mës falemderit, sa herë e përqafova pa arsye. Fatkeqësisht kjo gjë nuk ndodh, shumë pak ndodh. Unë them që ja kam borxh nënës të kujdesem në jetë, por nusja ime po më vë pak në siklet. Mërzitem, ajo nuk e trajton aq mirë, ka një sjellje shumë të ftohtë. Shpeshherë ja kthen shpinën, shpeshherë e bën të ndihet nënën keq. Nëna ime është aq e urtë sa që nuk e pengon edhe një mizë që po lëvizën nga shtëpia. Ndërsa nusja ime ka gjithmonë kritika, ka gjithmonë mos dëshira për vjerën e saj. Nëna prap na i mban fëmijët, kujdeset për to, mundohet që të jetë aktive në një farë mënyre në shtëpi, vetëm që nuses t'i ndalet goja. Por nuses time nuk i ndalon goja. Nusja ime gjithmonë është e pakënaqur, është e mërzitur dhe nuk dëshiron që ta shikon vjerën e saj. Ky është rrëfimi im. Mesazhi im në këtë histori është kjo që nuk e kuptoj pse kur një çift martohet në shumicat e familjeve shqiptare ndryshon diçka, nuk është domethënë si ka qenë më përpara. Nuk është ajo lumturia, nuk është ajo qetësia, vjera nuk e ka atë vendin e saj në shtëpi, domethënë fillon të kufizohet, nuk mund të flet atë që e ndjen apo atë që e ka folë siç ka qenë më përpara. Domethënë fillon ndryshon shtëpia. Unë mendoj që nëna, sido që të jetë është nënë, pa marrë parasysh është nëna jote, është vjera jote, ajo është nëna. Dhe pse duhet të ketë një lloj kufizimi në këtë mes? Pse duhet nuset të jenë kaq të ashpra edhe ta kenë kaq shumë problem këtë fenomenin e familjes, edhe ta shkatrojnë në një farë mënyre familjen edhe rreth. Nuk e kuptoj pse duhet nuset të sillen në këtë formë, pse duhet nuset të veprojnë kështu. Nëna është nën, pa marrë parasysh ajo ka lindur, ajo ju prej në ditën që vendosni që të martoheni me burrin tuaj, ju domethënë e keni atë nën dhe duhet të silleni me të si me nënën tuaj. Dhe pse bëheni kaq të paedukuar, me kaq rrugore, do ta thuaja, që i shikoni vjera si të merr. Vjera është dhuratë në shtëpi, të rritën fëmijët, bën drekën, kujdeset, ndërsa ti çfarë po bën? Ti thjesht shkon ke shtëpia e fut gjumit. Uroj që këto fenomene në fakt të ndryshojnë.